dhe qanë dhe i lëshon në mjedisin ujor vezë, cilët vezët maturohen, madje kaloj në një stad, disa stade të larve, në larva e parë, larva e dytë, kryesisht për kaluar në larvën e dytë, në stadin e dytë, kërkojnë këta peshqit e vegjël, ose kërkojnë ato që quhen açuket. Açuket, interesante. Pra, kemi këtë formë larvore të kontaminimit të açuket, e cila është një formë... Nuk e vret përpunimin? Formë e ciklit jetësor, një fazë para formës rritur. E kuptaj. Por nuk e vret përpunimin? Kur ne marrim njeriu konsumon, për shembull, këtë lloj peshqit, tek njerëzit, siç ashtu si të gjithë artet zhvillohet pikërisht anisakis simplex, forma e rritur. Pra, forma e maturuar. Ne, ose njerëzit, shoqërojnë pastaj këtë formë, kur janë të kontaminuar, ose kur janë të infestuar me këtë lloj paraziti, eliminojnë pastaj vezët dhe kalon ky cikël në ujë dhe kështu vazhdon cikli në një bujtës tek tjetri, duke qarkulluar dhe duke kontaminuar specit ujore dhe njeriu. E kuptoj. Trajtimi i një produkti, sepse açuget ne i gjejmë në konsumin e përditshëm. Kryesisht açuget mund të konsumohen të marinuara, të freskëta, siç bëjnë marinado, kryesisht që serviren, mund të jenë në format e përpunuara ose të kriposura që bëhet kur açuket futen në përpunim dhe shoqërohen pastaj me konserva të ndryshme dhe mund të trajtohen termikisht. Pra, këto janë format ku mund të përdoren açuket. Të gjitha këto forma nuk e vrasin këtë? Jo, do të shpjegoj. Paraziti nuk është rezistent ndaj temperatura mbi 60 gradë dhe lart. Okej. Kështu që trajtimi termik i vret. E mirë është, por trajtimi termik nuk i rezistojnë trajtimi termik. E kuptoj. Karakteristikë është që ky lloj paraziti ose anisakis i reziston kryesisht përqendrimet e larta të kripës. Do të thotë që edhe në peshkun e përpunuar dhe në açukën e përpunuar mund të kemi pranik parazitit. E kuptoj. Dhe në rastin tjetër, ky lloj paraziti në peshk nuk i reziston temperaturave shumë të ulta, minus 35, minus 40 gradë. Prandaj rekomandohet që edhe açuget kur ruhen, nuk duhet të ruhen në minus 20 gradë, po të ruhen në ngrirje të thellë minus 35-40 gradë. Kështu që reziston temperaturës, pra të lartë mbi 60 gradë, aty ku fillon edhe denaturimi i proteinave dhe shkatërimi i të gjitha sistemet enzimatike dhe paraziti nuk është në gjendje të jetojë, po ashtu nuk reziston e temperaturave shumë të ulta që është 35 minus 35. Ashtu siç zakonisht thonë që duhet kaloj edhe krudo, pra duhet produkti të shkojë. Të kaloj në minus 40, në një temperaturë të ulët. Pikërisht ky është edhe rekomandimi, po këtë përcaktojnë edhe standardet për të eliminuar pastaj edhe mundësinë e kontaminimit me këtë. Pra profesor, nuk është e këshillueshme që ti thuaj kapa nga deti dhe po e marinoj dhe po e ha. Nuk këshillohet peshku i freskët, kryesisht tani nuk këshillohet, sidomos açugja, po edhe llojet e peshqve të tjerë që menjëherë sa merret peshku freskët atje dhe menjëherë të konsumohet. E kuptoj. Pra ky koncepti aq më keq kur ai marinohet. E kuptoj. Është në mënyrë kategorisht të ndaluar. Ai duhet kaloj në një ngrirje, të thellë, pastaj mund të rishkri dhe mund të përpunohet për të përgatitur pastaj kruda të ndryshme. Sipas dëshirës. E kuptoj. Për sa i përket, jam vetëm kurioz, nëse është kapur një sasi kaq e madhe, është kapur sasi që po importohet, është kapur një sasi në port, është kapur sasi në treg të shpërndarjes? Shiko, nuk se kushtohet, kryesisht kushtohet rëndësia e veçantë kontrollit analitik, kryesisht kontaminimit mikrobial ose kryesisht bakteriologjik tek peshku, dhe neglizhohet shumë kontrolli parazitëve. Për ta identifikuar është e thjeshtë, sepse për të gjetur format larvare të parazitit në peshq, në açuge dhe në peshqit e tjerë, është e thjeshtë, sepse kërkon një njeri me përvojë, një parazitolog, madje dhe një specialist që është marrë me kontrollin e produkteve të detit, dhe atje mund të identifikohet thjesht me anë të mikroskopi mund të arrihet. Ka dhe analizat të tjera, cilët mund të bëhen me analiza serologjike ose me metodat të tjera, por është e thjeshtë për ta identifikuar. Nuk, sepse nuk aplikohet shpeshherë në mënyra rutine e diagnostikimit, për faktin sepse neglizhohet, por duhet ketë parasysh që duhet patur, duhet marrë masat, këto masat që tashun trajtimi me nxehtësi dhe futja në ngrirje të thellë. Është metodë shumë efektive për të vrarë parazitin.
E qartë. Pra një gjë nuk ka funksionuar ashtu siç duhet në momentin e gjithë kësaj sasie, Sasia është e kontaminuar, domethënë kjo do të thotë që është grumbulluar në një hapësirë ujore e cila që ka qenë e kontaminuar me këtë lloj paraziti. E kuptoj. Është ambienti ka qenë i kontaminuar dhe gjithë produkti, gjithë peshku që është grumbulluar në këtë zonë Ka qenë i kontaminuar. Kështu që natyrisht që kërkesa që ka hyrë nuk duhet të futet në treg dhe nuk duhet të qarkullojë, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për konsumimin, por bëhet fjalë edhe për kontaminimin e mjedisit. Në duart me anë mund të ngelen larva nëpër duar, nëpër mjedise dhe një person në pakujdesia mund të marrë larva të fusë në aparatin, të fusë në gojë në aparatin tretës dhe të infestohet, të kontaminohet. E kuptoj. Është goxha shqetësuese, mos duket tjetër, jo, është një zonozë, është një sëmundje e cila nuk jep shenja fillimisht klinike, por me kalimin e kohës varet nga personi dhe personat që kanë imunodeficiencë, janë me sistem imun të dobët, mund të ndodhë që sëmundja të agravohet dhe pacientët ose njerëzit e infektuar të rëndohet gjendja shëndetësore. Çfarë mund të ndodhë edhe çfarë mund të ndodhë mund të ndodhë që ata parazitë format e rritura që zhvillohen mund të migrojnë në çajin paretet e stomakut, të zorëve, mund të shkaktojnë dëmtime mekanike, që shoqërohen me gjakderdhje, mund të shoqërohen dhe me dhimbje, por nga ana tjetër ata mund të japin edhe atë që quhet apendiksi akut ose apendiciti që njihet në gjuhën popullore. Për fakt sepse migrimi atje shkakton inflamacion dhe ndodh pikërisht ai sindromi një apendiksit akut, i cili menjëherë duhet të nështrohet pastaj edhe ndërhyrjeve operative.